Ky është qyteti që mund ta vizitoni nga Tirana në shkurt për 170 euro për person. Datat janë 20 deri në 22 shkurt. 3 ditë larg, një udhëtim i shkurtër pa marrë pushime të gjata. Buxheti është i thjeshtë dhe konkret. Fluturimi vajteardhje kushton rreth 52 euro për person, asgjë speciale, thjesht është jashtë sezonit. Hoteli është në qendër të qytetit, 2 net me mëngjes së përfshirë kushtojnë rreth 115 euro për person dhe gjithçka mund të vizitohet në këmbë, pa taksi dhe pa u stresuar. Pra fluturim plus hotel kushton rreth 170 euro për person, pa përfshirë ushqimin, vetëm bazën e udhëtimit. Qyteti është perfekt për ecje. Transporti publik funksionon shumë mirë, në shkurt është i qetë, i balancuar dhe merr një eksperiencë më të mirë të qytetit. Ky është ai lloj udhëtimi i cili nuk të duket luksoz, por në fund të lën ndjesinë që ke zgjedhur momentin e duhur. Ky udhëtim me 170 euro për person është në Budapest, një qytet që në shkurt të jep më shumë vlerë se sa paguan. Dhe një përvojë të thjeshtë që ndonjëherë buxheti i duhur në kohën e dur është gjithçka që të duhet. Dërgoja këtë video dikujt që duhet të vizitoj Budapestin në shkurt dhe më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.